Stuhi dhe refort në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 16 persona humbasin jetën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë nga moti i keq, ku si pasojë e stuhive dhe errave të forta, 16 persona raportohet se kanë humbur jetën. Autoritetet në Missouri thonë se 10 njerëz vdiqën atje dhe 3 vdekje të tjera të raportuara në Arkansas dhe 3 të tjerë në aksidente me makinë me stuhive të pluhurit në Texas. Rreth 138 milion njerëz janë në rrezik të motit të keq në shtetet qendrore dhe jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Paralajmërimet për tornado janë vendosur në pjesë të Illinois, Missouri, Arkansas, Mississippi, Indiana dhe Kentucky. Në Missouri, ku shpall gjendja e jashtëzakonshme të premten, ata parashikohet të arrijnë F2 në shkallën e forcës së tornados, e cila kërkon shpejtësitë erës midis 113 mph dhe 157 mph. Breshor në madhësinë e topave të bejsbollit u raportua në Christian County, tha shërbimi amerikan i motit. Dëbora deri në 6 cm pritet në Minnesota perëndimore dhe Dakota jugore në lindje të largët nga shërbimi kombëtar i motit.